Kemi 4 njohje të reja gjatë kësaj qeverisjeje, edhe vazhdojmë punën për ditë me qëllim që numrin të arrisim. Vučići tash jo vetëm që ankohet për qytetarët e vetë në Serbi që kanë fillu me ambush rrugt edhe nuk po e donë më si prezident, po tash po ankohet edhe për evropianët edhe për amerikanë dhe për gjithë tjerët, sepse në atë moment që ati nuk po i hec propaganda edhe filmat, atëherë Vučići një punë e din shumë mirë. Ankesat, atë paraqitjen e vetë si viktim, e tjerë. Ne kemi punën tonë, Vučići leti gra me vetën, sepse nuk ka... Njerët kërkoj edhe thiri, bani thiri qytetarëve sërbë në Kosovë të votojnë sërbskalistën. Si e komentojnë në deklaratën e presidentit Serbisë? Është një terren drejturit në punë të mbrëmshme të Kosovës? Ka ke prit tjetër nga Vučići përveç se me përkrah partinë të cilën e kontrollon vetë, dhe e cila në Kosovë punon me udhëzimet e Vučićit. Jo vetëm që është ndërhyrje në politikën e brendshme të Kosovës, edhe është krejtësisht ndaluar në sferën ndërkombëtare, po unë nuk kam pritje të tilla nga Vučići. Nuk pres që ajt ju përmbahet rregullave të lojës, nuk pres që ajt ju përmbahet marrëveshjeve. Ne qartë, edhe me miqtë tanë ndërkombëtar e kemi shpreh mendimin që e kemi për të, edhe lista sërbe cila është vetëm një vegël, nuk është dasht as me u certifiku për këto palë zgjedhje, mirë po fakt është që janë certifiku dhe nuk më çudi që Vučići fton me votu për ta. Ta certifikat, është bë pak si histori kjo çështja sërbskalistës, 5 vjet në qeverisje. Pse nuk është palët që është në fillim pas Banjskës si organizatë terroriste? Ku 5 vjet në qeverisje? 5 vjet, një vjet koalicioni me pa listën sërbe. Po, pa listën sërbe. Po 5 vjet në pushtet nuk ju mjaftun me shpallë sërbskalistën. Përderisa nuk keni befasi, nuk befasoni kur Vučići bën thirrje për votim për sërbskalistën. Ama unë habite me këtë lloj pyetje, sepse në një shtet demokratik nuk i shpall qeveria të paligjshme partitë politike, sepse atëherë po i bjen që një qeveri e cila udhëhiqet nga një parti apo nga disa parti politike eliminon konkurrencën përmes shpalljes. KSZ, zyrtarët e juaj, delegunt e juaj tentuan mos ta certifikojnë. Në KQZ po ju si udhëhes institucioneve, keni gjitha institucionet e sigurisë mjaftueshme për faktin me drejtu prokurorisë. Është sistemi i drejtësisë, ai i cili janë gjykatat ato të cilat merren me këtë çështje, që në rastin faktet dhe argumentet. Po që në rastin e listës sërbe ja që nuk po merren. Kështu që dash me marr hapa, do dash me marrë si qeveria dhe organet e sigurisë, cilat janë me menaxhimin e qeverisë, si dërgohen gjykatat. Jo një herë, po me 10 herë. Edhe publikisht, edhe përmes shkresave të ndryshme, e kemi shpreh shqetësimin ton me rolin që luan lista sërbe, mirë po ende nuk doli ai prokuror i cili e hap lëndën, e përcjell në sistemin gjyqësor, edhe del sistemi gjyqësor, edhe e shpall, e nxjerr jashtë sistemit këtë parti e cila është një kal trojan i një shteti tjetër, i një shteti e cili është agresiv ndaj Kosovës, edhe i cili Kosovën e sulmon edhe me paramilitar, edhe përpiqet t'ia shkatroj asetet kritike, edhe që s'ka nevojë me sqaru sepse qytetarët e Kosovës e dinë shumë. Ju thatë pas sërbskalistën, por opozita thotë që ju keni bashkëpunuar gjithkohëshëm shef në sërbskalistën. Po ku? Ata e referohen përzime, ju referohen deklaratave të ndryshme. Çka thot opozita i ka fut... reforma ato lizin për veteranet. Opozita i ka fut në qeveri, ka qeveris me ta i kanë prit me orë të tëra me u kthy nga Beogradi, me i prit me bo qeverin, nuk e kuptoj nëse ka një tezë e cila marrë në kishar turp, me qenë përfaqësuesi një partije politike, edhe mos me gjetë asnjë argument tjetër, por me pretendu që qeveria e drejtuar nga Albin Kurti, pas ka bashkëpunuar fshehtë me listën sërbe, në cilën fush, ku është ai bashkëpunim? Konkretisht për çështjen e veteranëve. Ata thojnë për çështjen e veteranëve, referohen në përgjime, në dokumente të caktuara. Në cilat përgjime po referohen? Në përgjime në përgjime të cilat janë të cunguara, të montuara, po nuk është serioze. Edhe fakti që na sonte merremi me këtë, nuk është serioze sepse... U përmend sërbskalista dhe forma sërbskalistës zoni. Shiko, në asnjë sekond, asnjëri prej nesh nuk ka lënë dilemë se çka mendoj me për listën sërbe, si jemi sjell me listën sërbe, edhe pse ne mendojmë që ajo është e dëmshme për Republikën e Kosovës, jo vetëm për pjesën shqiptare të Republikës Kosovës, po sidomos për qytetarët e Kosovës që janë me origjinë sërbe dhe të cilët ju mohohet e drejta me qenë
pjesëmarrës në këtë demokraci tjerë zakonshme që kemi gjatë zgjedhjeve. Nëse është kështu si nuk përzimi, do është dosh me bani prokurorë. Shka ndodhen ato në KQZ me përfasus të juja? Tërpi bjenë që ju kanë gjitha PR, film? Po jo, ajo e KQZ-s është vetëm një segment